Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Varigjet janë një nga problemet më të zakonshme që prekin qarkullimin e gjakut në këmbë. Për disa njerëz, ato janë thjesht një shqetësim estetik, ndërsa për të tjerë shoqërohen me rëndim, lodhje, djegje apo dhimbje që bëhen më të theksuara pas një dite më të gjatë. Shumë njerëz kërkojnë mënyra për t'i reduktuar varigjet pa ju nënshtruar menjëherë procedurave mjekësore. E vërteta është se kujdesi i përditshëm dhe disa ndryshime në stilin e jetesës mund të ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe në lehtësimin e simptomave. Në këtë video do të flasim për metodat që përdoren më shpesh, pse mund të jenë të dobishme dhe cilat zakonisht ja vlen t'i bëni pjesë të përditshmërisë suaj. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbeni asnjë video me përmbajtje të dobishme për shëndetin. Lëvizja, hapi më i rëndësishëm. Një nga gabimet më të zakonshme është qëndrimi ulur ose në këmbë për shumë orë pa lëvizur. Kur kjo ndodh, gjaku grumbullohet më lehtë në venat e këmbëve dhe presioni mbi to rritet. Prandaj rekomandohet që çdo 30 apo në 60 minuta të bëni disa hapa, të lëvizni kyçet e këmbëve ose të shtrini muskuj për pak minuta. Edhe këto lëvizje të vogla mund të ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit. Ecja, ushtrimi më i thjeshtë. Ecja është ndër aktivitetet më të mira për qarkullimin venoz. Muskujt e pulpës në këmbë veprojnë si një pompë natyrale që ndihmon kthimin e gjakut drejt zemrës. Për këtë arsye, shumë specialistë rekomandojnë rreth 30 minuta ecje pothuajse çdo ditë. Nuk ka nevojë për ushtrime të rënda, ajo që ka rëndësi është vazhdimësia. Ngritja e këmbëve gjatë pushimit. Një zakon shumë i thjeshtë është ngritja e këmbëve mbi nivelin e zemrës rreth 15 deri në 20 minuta. Kjo mund të ndihmojë që gjaku të rikthehet më lehtë drejt zemrës dhe të ulë ndjesinë e rëndimit apo ëndjes që shumë njerëz ndjejnë në fund të ditës. Pesha trupore dhe ndikimi i saj. Pesha e tepërt rrit ngarkesën mbi venat e këmbëve. Sa më shumë peshë të mbajë trupi, aq më shumë punojnë venat për ta kthyer gjakun drejt zemrës. Mbajtja e një peshe të shëndetshme mund të ndihmojë në uljen e këtij presioni dhe në përmirësimin e mirëqenies së këmbëve. Ushqime. Edhe ushqimi luan një rol të rëndësishëm. Frutat, perimet, dritrat integrale dhe ushqimet e pasura me fibra ndihmojnë në funksionimin normal të organizmit. Fibrat ndihmojnë edhe në parandalimin e kapsllëkut, i cili mund të rrisë presionin në venat e zonës së lekenit dhe këmbëve. Gjithashtu rekomandohet të kufizohet konsumimi i tepërt i kripës dhe të pihet mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Çorapet kompresive. Çorapet kompresive janë një nga mënyrat më të përdorura për të mbështetur qarkullimin venoz. Ato ushtrojnë presion të kontrolluar mbi këmbët duke ndihmuar venat të kryejnë më mirë funksionin e tyre. Shumë persona i përdorin gjatë punës ose kur duhet të qëndrojnë për orë të gjata në këmbë. Masazhi. Masazhi i lehtë mund të japë ndjesi relaksimi dhe të lehtësojë lodhjen e këmbëve. Shumë persona preferojnë të bëjnë në fund të ditës duke lëvizur tuar nga kyçet e këmbëve drejt kofshëve. Ky lloj masazhi mund të kombinohet edhe me gjel freskues sipas preferencës. Temperaturat e larta. Nxehtësia bën që venat të zgjerohen edhe më shumë. Për këtë arsye, gjatë ditëve shumë të nxehta, disa njerëz vërejnë se këmbët fryhen më tepër ose ndihen më të rënda. Mbajtja e këmbëve të freskëta dhe shmangja e ekspozimit të gjatur ndaj temperaturave shumë të larta mund të jetë e dobishme. Aktivitetet më të mira. Përveç ecjes, edhe noti dhe biçikleta konsiderohen aktivitete shumë të mira. Ato aktivizojnë muskujt e këmbëve pa ushtruar presion të madh mbi nyjet dhe ndihmojnë qarkullimin e gjakut. Më e rëndësishme është që aktiviteti fizik të bëhet rregullisht. Rrobat dhe këpucët. Edhe mënyra se si vishemi mund të ketë ndikim. Rroba shumë të ngushta në vel, ose kofsh mund të kufizojnë qarkullimin. Po ashtu këpucët shumë të parahatshme ose me toka shumë të larta nuk janë zgjedhja më e mirë për përdorim të përditshëm. Këpucët e rehatshme ndihmojnë lëvizje natyrale të këmbëve gjatë ecjes. Krembra dhe gjelet. Në treg gjenden shumë krembra dhe gjele për varigjet. Shumë prej tyre përdoren për të freskuar këmbët dhe për të lehtësuar ndjesinë e lodhjes, sidomos në fund të ditës. Rezultatet mund të ndryshojnë nga një person tek tjetri, prandaj zakonisht ato përdoren si pjesë e kujdesit të përditshëm së bashku me zakonet e tjera të shëndetshme.
kur nuk duhet ta injoroni problemin. Nëse varicet shoqërohen me dhimbje të forta, ëndje të madhe, ndryshime të lëkurës, plagë që nuk shërohen ose gjakderdhje, është e rëndësishme të kërkohet vlerësim mjekësor. Sa më herët të identifikohet shkaku, aq më lehtë mund të përcaktohet mënyra më e përshtatshme e trajtimit. Varicet zhvillohen gradualisht dhe kujdesi ndaj tyre kërkon vazhdimsi. Lëvizja e rregullt, ushqimi i shëndetshëm, kontrolli i peshës dhe zakonet e mira të përditshme mund të ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe në lehtësimin e shqetësimeve. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.